Hoxh, pyetje radhës thotë kështu, selam aleikum, a ban me vet ndaj hoxh i cili do jetë mysafir, domethënë, thotë o vëlla, çish me lën bastoren, jam ka provoj por prap mashtrohem e hin bastore. Është punë e shejtanit, duhesh ta vendosish, sepse është një smuje e keqe që vazhdimisht e ka një pjesë të njerëzve të cilët janë me bastore, janë me ato lojrat e fatit, janë me kazinat e kështu me radhë. Kjo është një smuje shumë e rëndë, që shejtani faktikisht sikur se mund të ta mashtron besimtarin në alkohol, edhe thotë unë smuj me lansim ka hin gjak, sikur se ka mujt shejtani ta mashtron atë i cili ka pi bari, sikur se e mashtron shejtani atë i cili ka pi drog, sikur se e mashtron shejtani atë i cili ka shku punë të këqija dhe ka bërë zina. Gjitha këto shembull janë sulme të cilat shejtani të kap dikundi. Dikush është ka komari dhe ka kazino, edhe se në lën, dikush është i rakijes, dikush është i asaj, por ti duhesh ta vendosësh. Edhe nuk ka që zbohet. Njerëzit e kanë lënë edhe alkoolin, e kanë lënë edhe drogën, e kanë lënë edhe lojrat e ndryshme të fatit edhe bastoret, i kanë lënë gjitha, por këshilla jon është e përgjithshme. Duhesh t'i kthehesh çka? Fjalëve të Zotit. Duhesh t'i kthehesh besimit tant, duhesh t'i kthehesh fesë tënde, duhesh t'i kthehesh familjes tënde të cilët ata të këshillojnë. Unë e kam pas një rast më herët, ai i cili thiri mua në shtëpinë e vet, ka bë haxh me mua baba vet. Ai haxhiu. E tha hoxha, tha, një lutje tha e kam. Të lutem, të vish, ma frish gjalin se sa shkërkon. Gjali i madh, a? Gjali i madh i martum me fëmijë. Tha, çka ka, tha, s'është mirë, tha, kështu, tha, gjithë pasuria ime, tha, ka shku shumë, për mbi 300-400.000 euro. Është më pyetje shumë parë. Edhe ai prap me gjithë atë humbjet e pasurisë, ai prap në kam, tu punu, tu fitu, mirë po, gjitha këto pare i kanë shkuar nëpër me gjallit, nëpër kazina dhe bastore. Edhe tash, mos ka deni sihër, mos ka deni xhinë, mos ka kështu, mos ka ashtu. E tash, na nuk duhet, për pak e për shumë, që qesmi fajnë gjinit e në sihërit. A e ke parasysh? Ajde o frima këtë se u ka dallash i gjalli. Edhe unë shkova në atë kuptimin se mos ka deni prekje. Ti lexojmë pa Kur'anet, ja frim në juj, kur shkova, buri madh i martum, edhe ja parashrova do piqe, thash, kush ka lut? Tha, on. Shka ki lut? Tha, kështu, i sinqert. Thash, a bën unë një pyetje me ta thonë? Tha, fol. Thash, a ma drejt të më tregojsh? Tha, po. Thash, me ti dhonë, tash unë 5.000 euro. A kështë shkua? Tha, valla bila, tha shkoj. Edhe tash, unë me qesh me kështë në hajgare, por në vërtet, thash, haxhi, thash, ki gjallia, s'ka kur gjohën, veç ti duhet shpinën, mja bo, ma but se barkë. Duhet me marrë një dron, edhe këti du të mi dhonë dajak. Se s'ka ilaç, diazapomi nuk është noshat. Diazapomi është për diçka tjetër. Me quket në psiatri, nuk është për psiatri. Ki e ka ndjek epshin. E epshi edhe egon, kur ti ta ndjekish, mund është ta ndalish, ama i ka ardhur lezet. Edhe tash në kuptimi që i ka ardhur lezet në haram, ai njëherë ka fituar, 90 herë ka hub. Edhe mendon se do fiton. Asnjëherë s'an fiton. Edhe i thash, duhesh pendohesh, duhesh të kthehesh, deri këtu ta vendosish, nëse duhet edhe kena me të mbyll në brenda, nuk tham do të burgosim, do të mbyllim brenda, edhe me të eduku. Më eduku, se po ndryshe ti e shkatrove familje. E në këse situata, edhe personin fjalë, si të largohet prej bastores, largohesh kur ti i kthehesh Zotit. Sa ma larg je prej fjalëve të Zotit, sa ma larg je prej urdhave të Zotit, aq ma afër je mëkateve. Aq ma afër je atyre punëve të cilët janë të shumta. E një prej atyre është edhe bastorja. Kjo është rregull. Sa më afër fjalëve të Zotit, më larg atyre. Sa më larg fjalëve të Zotit, sa më larg urdhnave të Zotit, aq më afër urdhnave të shejtanit. E tash na duhet ta zgjedhim, a do të shkojmë pas rrugës Rahmanit apo do të shkojmë pas rrugës shejtanit. Edhe këtu janë dy rrugë. Edhe na besimtarën ndonjëherë jemi mes, ndonjëherë na mashtron,
e do njëre largohemi, kthehemi me Zotin. Por duhet jemi të bindur se nëse na e bëjmë një hap nga Zoti, Zoti nga ne do të vjen me vrap. Nëse na mundohemi, ai neve do të na ndihmon, sepse ai e ka premtuar ndihmën, por pret prej neve që na t'i drejtohemi atina, edhe që ai neve të na furnizon, të na jep edhe të na ndihmon, por edhe nëse është puna edhe në bastore të largon, vetëm se ti duhesh të vendosish edhe t'ja nisish ta bësh hapin e parë inshallah.